po besoj që mrena 7 ditëve kalendarike ne përfundojmë raportin e vlerësimit, i cili raport del para Konventit dhe menjëherë i drejtohet mandej Ministrisë Bujqësisë dhe po ashtu Agencionit për Menaxhim të Emergjenca. Mu më zon fakti që shumë që sot ka gjetë kohë ministri, mirë po çka s'po më zon është që nuk po më rrim me marrë një zotim konkret në pyetjen edhe të gazetarëve edhe tam. Me ditë ta fermerë këta bujq që të vetëm të ardhur e kanë bujqësinë, a ka me ju kompenzu 9% e domit qoftë ajo dhe 5%, qoftë 10%, varësisht për kapaciteteve financiare. Unë e di që qeveria e Kosovës ka planifikuar në kod buxhetor përmes Ministrisë Financave fond buxhetor për reagim në situatat fatkeqësive natyrore. S'është kompenzu asnjë cent asnjëherë. Na jemi bo eksperta të vlerësimit edhe e kryjmë në përpiknie dhe me shpejtësi të madhe pjesën e vlerësimit sepse njerëz veç kanë kriju përvojë. Uroj, shpresoj edhe sigurisht që kemë bë thirrje të vazhdueshme drejt qeverisë Kosovës pa bazë në akuzë, po me kërkesë zyrtare edhe në vlerësimet profesionale që këta bujq me u kompenzu në mënyrë që me pas motivin me vazhdu tutje, përndryshe secili njeri normal kish më qenë i thym shpirtërisht mas një fatkeqësi e tillë dhe kish merr mendu se a ka më vazhdu më morr me çat aktivitet ajo në të ardhmen. Edhe po kërkoj publikisht sekretari komunës që me i këtij syt ka këta bujq. S'ka nevojë na përfshin neve veç për arsye politike për përshtuam krejt veç për kryjm punën tonë personale, veç bujqt të kompenzohen, që kjo është kërkesa jonë, në të rrallat që i bojnë publikisht.